u len një pyetje shumë për kurreshtje, po e lam kështu. A është e vërtet që gjatë kohës kur përgatitet simitja, sepse procedurë disa ditore, duhet e zonja që e përgatit me qenë nivel disponimit më të lartë. Pak me ka nervoz, buka simite nuk del ashtu siç duhet. Më tregu drejt, unë e doshta me përgatit vetë, prej fillimit të me bo video si krejt recetat, kështu që nana më thanë këto ditë, tha je konë shumë ngarkume, mundush me kam pa disponim, kështu që ma mirë ta bëjone se ku me di që shko me dollë. Kështu që në këtë rast e kemi bot të dyjat. Nana ma ka dërgu vedën, edhe unë e kom përgatit bukën, po qa që më boni për shtypje dhe më ndrej energjin, ajo për bukën, unë e ndrova energjin, edhe e kom trajtu me shumë kujdes, në gjdo hap qysh nana më ka këshilu, edhe jo marë shumë me to, edhe rastisht buka më dul me zemër, që në kupton që energjia o kone mirë edhe e kom bu me zemër. Nuk e di është met edhe u thonë që ashtu, po besoj që mendoj, logikisht kur e mendoj, që çdo sen që i kushtojmë dhe mendje, çdo sen është energji. Edhe na jemi në energji, edhe ushqimi që e përgatisim funksionon me energji, besa edhe ushqimi që e hajmë funksionon me energji, se ti mundesh me hongër ushqimet më të mira të mundshme, edhe zgjedhjet më të mira të mundshme mbu, po nëse ki energji negative, ajo nuk ka me të ndiku njëjtë si kur një personi që ka energji, dhe më thënë, matë mirë, disponim matë mirë. Kështu që, logikisht, kur e mendojnë, shumë mirë e kanë mendu, se i ka njep në gjyrë tjetër edhe festave, dhe dhe më thënë, i ka njep drejtim edhe energji që mu gëzu edhe me festu. Ta marë si që është edhe festa e Bajramit, një festë që ka paqe, që ka shumë dashni brenda vetës, që ka shumë bashkim dhe saksi buka simite. Një buk që për gjitha ta që se din, është një buk tradicionalisht që gatuhet, sidomos në festat e Bajramit. Kam dëgju me raste që në përfura e shesin me kulaqat e vogël, nuk e di sa që ndran. Megjithatë, është shumë e çuditshme dhe interesante që edhe kaq shumë vite pas sa bëhet kjo bukë, ende ruhet me xhelozi fara e kësaj buke. Për herë të parë, publikisht, Lena Pendan me shikus një farë që gratë mes vetës se ka nda. Jenë prish kunata dhe se ka nda recetë. E vërtet. A është e vërtet? Se i ka dalë zone asaj që ka bu bukër e mirë. Shumë interesante. Realisht, kur e menon në aspektin shëndetësor, përveç tradita, se gjdo tradit ka një arsye. Kur e menon në aspektin shëndetësor, kjo kish me qenë ideale pas një muja agjerem 30 ditor, kish me qenë ideale me përdorë sidomos me ngjas, po edhe nëse përdorim si bukë, më thonë me përdorë edhe gjatë ditës për shkak se përmban proteina, përmban fibra, përmban karbohidrate komplekse, ka tharmin natyral, që në këtë rast nuk shkakton edhe fryrje. Më thonë kjo është përparësia më e madhe. Tash për ata që vetë që morën recetën, një lus me rujt, edhe këtë tharm mundi me rujt një sasi të tharmit me një tegun frigorifer, me nxjerr, edhe me bu vetëm me ujë të nxehtë edhe miell, me fermentu me bu një bukë normale. Më thonë këtë tharm më shfrytzu për me bu një bukë tjetër, mundësisht integrale. Kështu që nuk është e thënë me bu si met, më thonë se kjo është pak më e komplikuar, don pak më shumë kohë, më thonë 24 orë, totalisht u bën gati 48 orë derisa u pjek, se duhet më pjek temperaturë ka dalë, të është njëjtë si kur baklava, trajtimin e ka që duhet më pjek një temperaturë pak ma të nga dalë që muzita më në mirë dhe më bu pjekja që shduhet. Kështu që kish me qenë ideale me përdor për mëngjesin e Bajramit, pasi që kemi pas gjithat ngarkesë, më thonë, pasi që kemi gjithat për Bajram gjithmonë ngarkesë në organizmin.